Tani, të qosh 1 minutë heshtje në nderim të punonësit të vrarë, po ditën e sotme. Dhe të vjosh pastaj me këtë teatr të shëmtuar, ku dy ruaj zot shqiptarët nga ata njerëz pas skrupuj me maska, të cilët janë të gatshëm të ecin mbi viktima vetëm e vetëm për të arritur qëllimin e tyre populist. Po ju s'keni lidhje fare me atë protestë. Ata ju përbuzin, ju bëni një teatr, ju përflisni dhe bëni pyetje ndaj ministrit brendshëm dhe vetëm fjalën nuk e jepni. Ky është një teatr i shëmtuar që unë e refuzoj dhe zonja drejtuese e seancës. Unë dua zonja drejtuese e seancës, ju lutem veni qetësi sepse po sillen si fëmijë. Veni qetësi në sallë dhe ti zotrote, ato deformimin e mbiemrave, mos u mundo kohë deformimin e mbiemrave, sepse ekskluzivitetin e deformimit mbiemrave ka bufoni grupit tuaj, nuk e ke ti. Kështu kujdes. Nësa ju zotri atje, mund shkoni në protestë vetë të dytët, mundoni kapni në rilës atje, po s'keni lidhje fare me atë. As nuk frymëzoni, as ju njohin dhe ata. Zoti Sheh, ti ke dal nga kjo parti dhe s'beson askush e para. Për zotin Këlliçi, ndërkohë që zoti Kapri po kërkonte dorëheqjen e ministrit brendshëm, mbi një situatë pasi ishte ngritur 1 minutë më parë, ishte ngritur në shenjë respekti ndaj policëve të vrarë, mund t'i them zotit Këlliçi, a mund të pushoni, a mund të bëni qetësi, nëse do ta kuptosh, do të më dëgjosh. Mos bëj zhurmë, se është e turpshme kjo që bën. Po pra, hë fol, nuk je ti drejtues seance. Dëgjoj pra, zoti Këlliçi.